Assalamu alaikum. Ibn Omeri u pyet një herë se çfarë është devotshmëria. Tha mos ta mendosh veten se je më i mirë se të tjerët. Subhanallah. Çfarë përkufizimi i bukur. Të mendosh mirë për të tjerët. Mos ta shikosh veten më lart se të tjerët, apo ti shikosh të tjerët me nënvlerësim. Ti nuk e di. Ndoshta veprat e mira që ata bëjnë janë pranuar tek Allahu i lartësuar, ndërsa vepra jote e mirë, ndoshta nuk të është pranuar akoma. Ti nuk e di, ndoshta ndonjëri prej tyre bën një vepër të mirë që nuk e di askush përveç ti dhe Allahut të lartësuar. Ndoshta ai ka pozita të larta tek Zoti i gjithësisë. Prandaj asnjëherë mos e mendo veten sikur je më lart se sa të tjerët, sikur je më i mirë se sa të tjerët. Por tregohu i thjesht. Mendo mirë për njerëzit që të rrethojnë dhe asnjëherë mos mendo pra se je më i mirë se sa ata.